Me laqet, po i thujnë Zotit. Pse pe krijon këtë njeriu, se ky njeri mund me prodhu dy probleme. E para mund me bo fesat madh në tokë. Mund me bo tokën harabat, shregullim, korrupsion, degenerim, prishje. Dhe kjo përrjedhuj mundet me prodhu gjakderdhje në tokë. Që na jena këtu, na të madhrojmë, na të lavdrojmë, na të njohim ty edhe që kash. Sikur me laqet, është një pjesë e muslimanëve sot njëjtë menojnë. Sikur me laqet, ka shumë njerëz që menojnë. Do musliman menojnë që na i ardhën këtë botë veç mu falë, me ngjinu, edhe me bona ton mu falë zgjidhet problemi. Zhvillohet jeta, as ka problemi në këtë botë. Na i ardhën këtë botë veç me adhuru, si me thonë, kuptimin ritual Zotin, edhe që kjo është gjithçka përfundimtare. Zoti i madhreshëm po don më sqaruar me laqeve, edhe një kategorijet njerëzve që menojnë si me laqet, që kjo qasje e gabune. Ju me laqet edhe ju njerëz që menoni që na veç me namaz e zgjidhum këtë problemin këtë botë, edhe veç me rituale ma mirë me thonë, kjo kish bon për botën qellore, po atje nalt veç mu fal duhet, atje s'ka ndaj far roli tjetër, atje veç falesh e madhrën Zotin bën të spi. Por në tokë është problemi më i madh. Në tokë duhet një qenje, një krijes, që din mu fal, din me agjeru, din me kryrite, po din me punu, din me mësu, din me zhvillu jetën, din me ndërtu familjen, ballafaqohet me sfidat e jetës. Me theks veçant, për me zhvillu jetën këtë botë na duhet një qenje e cila ka aftësinë e të ditunit. Domethënë është i aftë për me ditë. Që kjo është, si me thonë, koncepti që Zoti ja shpjegon me laqet. Unë e pja u lexoj Kur'anin sa bukur ja u ka shpjegu. Allahu ja mundsoi Ademit emrat e çdo gjëje, pastaj u paraqiti engjëve dhe u tha: "Më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtetë." 32. Qosh i lavdruar, o Zot. Than ata engjëjt: "Ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri i urti." O Adem, tha ai, Allahu, u a trego atyre emrat e gjërave. Zoti po do më tregu tash se ju me laqet nuk mundi me zhvillu jetën tokë. Na duhet një krijes tjetër, e cila krijes kur të lind, ka me lindi pa dishëm, se na kur të lindim nuk dim gjë, mirë po e ka aftësinë për me ditë. Edhe qysh mja u demonstru me laqeve, po thët, Allahu ja mësoi Ademit aftësinë me i emërtu gjonat. A ka sen këtë botë që si këna ngjit emën na, sot? A ka diçka në këtë botë që s'ka emën? S'ka, sepse njeriu ka aftësinë